shumë shkurt përmbledhur, cilat janë disa mjete natyrale që mund ta përballojë një individ më mirë gripin. Tani, në ana tjetër do të themi, efet e gripit, temperaturë e gripit 38,5, 39,5 ngor bakteret. Efet ka një efekt që ka bërë vetë sistemi imunitar, që është një sistem i mençur. Duhet ta kuptojmë këtë. Për ta kthyer në ekuilibër gjithë trupin, për të vrarë viruset, për të rritur qelizat e bardha, për të shtypur të tëra mekanizmi që ne do të na shërojnë në të ardhmen dhe për të nxjerrë mukusin, kollitje, toksinat dhe gjithë gjendjen tonë. Që ta aktivizojmë këtë, sepse aktivizohet niveli i limfociteve dhe makrofagëve në trupin tonë, që fillojnë të hanë mikrobe. Dhe këto aktivizohen dhe bëhen më të forta për çdo sëmundje, për çdo lloj problematike, po dhe qarkullimi i gjakut. Prandaj, vetëm kur kalon temperatura mbi 40 gradë, mos harrojmë një gjë. Nuk është faji i temperaturës. Pra nuk vjen rreziku vetëm nga temperatura, ta mos harrojmë këtë. Vjen nga dehidratimi i shpejt, nga mungesa e elektroliteve të cilën ne nuk e kemi marrë dhe nuk e kemi dhënë fëmijës. Dhe nga shtypja për trurin, temperaturat. Po jo, nuk është e truri se temperatura, po prit pa një sekondë, se njerëzit ose nuk e dinë ose e gënjejnë. Prindrit nuk e lënë dot fëmijën me 39. Temperatura e trurit dhe temperatura e trupit është e ndryshme. Nuk ka njësoj, nuk mund të jetë 39 gradë temperaturë e trupit dhe të jetë 39 në trup. Truri ka disa elementë të cilët bëjnë ftofje në tru dhe mbajnë kontrollin në tru. Duhet ta kuptojmë këtë. Nuk në rast të tjera kur temperatura kalon mbi 40 gradë, atëherë po shikojmë që nuk kemi ndonjë reagim. Në këtë rast ne mund të veprojmë patjetër dhe mund të kërkojmë ndihmë mjekësore. Nuk po diskutojmë këtë ku kalojmë temperaturë ekstreme. Por deri në temperaturën 40 apo 45 apo dhe 41 gradë, ne kemi pasur raste sa duash. Por në qoftë se kjo ndodh për periudha gjata është një problem. Por është tjetër temperatura në tru dhe tjetër temperatura në trup. Rastet ekstreme që ne nuk e ulim, patjetër që ne kemi të drejtë të marrim vizitë mjekësore apo të menaxhojmë këtë rast. Por në rast se ne do konsumojmë më shumë ujë, më shumë supa, më shumë çajra, të pushojmë më shumë, të ulim temperaturën që të jemi të kujdesshëm, të rrisim sistemin imunitar, ta mbajmë fëmijën të qetë që mos tregojmë panik, se dhe paniku e rrit të gjë, atëherë apo do të bëjmë dhe banja të shpeshta ku e kemi temperaturën mbi 40 gradë, duhet bëjmë një banjë me ujë të vakët të ftohtë për ta shkarkuar pra temperaturën e fëmijës dhe për ta modifikuar. Pra në shumë raste këto operojnë. Po megjithatë ndihma mjekësore duhet marrë. Kush janë ndihmët e ushqimit më thatë për këtë lloj procesi që ne mund bëjmë të gripit që ka një proces për të rregulluar. E para një herë sistemi tretës duhet pushoj. Sa më mirë ta agjerojmë, sa më pak ushqim të konsumojmë, sa më shumë energji ta shfrytëzojmë për të riparuar qelizën dhe jo për të ta kalojmë gjithë nivelin e energjisë tonë tek problemi i tretjes. Një nga elementet kryesor është hudhra, antibiotiku më i mirë natyral. Përmban nivel të alicinës, është një substancë që vret bakteret dhe viruset pa dëmtuar mikroflorën e zorës. Rrit aktivitetin qelizor imunitar dhe ul inflamacionin. Ne dimë shumë mirë që hudhra është nga elementet më të mirë dhe në 60% më pak preken personat nga gripi sipas studimeve në konsumimin e hudhrës. Ana tjetër, konsumimi sa më shumë agrumeve, limon, portokall, kivi, edhe të shtrydhur, po më mimosisht e shtrydhur kivi apo burimet vitaminës C, po themi, në mënyrë natyrale. Limonin e freskët me ujë, unë e portokallit, kivin, pra këto mund t'i konsumojmë. Nga ana tjetër, antiinflamatori fuqishëm është gjinxheri, që duhet të bëjmë pastrimin e rrugëve të frymarrjes, ulimin e temperaturës, lëshimin e djersëve, qetësimin e kollës, qarkullimin e gjakut, çaji luleve të blirit, është shumë i mirë. Mjalti i papërpunuar, që është një nga antiseptikët më të mirë natyral, shton nivelin enzimatik. Perimet e gjelbra, sa më shumë perime të freskëta të papërpunuar, jo të zjera, që të ketë nivele të mira të vitaminave, minerale, se trupi do në atë moment jo kalori, do minerale, do vitamina, do antioksidant për ta rregulluar. Supë me lëng kockash, që është nga më të mirat që duhet konsumuar. Qepa, një pastruese e jashtëzakonshme e sistemit respirator. Në ana tjetër çajra si trumza për të kollën, kamomili për qetësimin nervor, mentja për frymarrjen dhe për tretjen, lule bliri për djersitjen, pastrimin, rregullimin, niveli probiotikëve natyral, kosin, kefirin, t'i japim ndoshta dhe probiotik farmacie në një moment caktuar për ta rritur nivelin e sistemit imunitar. Pra, këto përdorimin e uthullës mollës, edhe si kompres për në ballë, përzierë me pak ujë, po edhe pak konsumuar. Ose mund të them një recetë. Në një filxhan uthull molle, do marrim një çik ginger, pak fruta gri, do ta hedhim sipër, do marrim një kokë hudhër të shtypur, do marrim një qep të kuqe dhe do ta presim sa më holl, do marrim edhe pak specë djegës dhe ta hedhim brenda. Dhe do hedhim edhe pak shafran indie, një majluge ose gjysmë luge kafeje. Do marrim mjaltin, do ta përzijem dhe do ta lëm. Do ta lëm ja 5-6 ditë që ta kemi atje edhe për në frigorifer ku ne kemi sëmuar dhe do të konsumojmë një ose dy lugë. Ose mund të bëjmë një përzierje, çajin e kamomilit me mente dhe me shtogun dhe me mëllagën e bardhë. Shumë mirë. Përzierje gjinxherit, qepës, ujit dhe mjaltit. Shumë i mirë është lëngu ananasit.
molla, gjingjeri, lëngu ananasit me mollë, më falë, që mund ta bëjmë, ose lëngu karotës me selinon dhe me limonin për shkakun, që mund ta rregullojmë. Edhe probiotikët që rregullojnë 70-80% tham, sistemi imunitar varet nga probiotikët dhe sa më shumë ta kemi zorën në kontroll dhe mirë, aq më mirë do jetë i pushuar, më i qetë fëmia etj etj. Uthulla, banja, temperatura janë shumë të rëndësishme në këtë drejtim.